Shqipëria, përfshirë dhe Tiranën, vijon të mbetet ekspozuar ndaj përmbytjeve, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, kur rreshjet arrin nivelet më të larta. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, rreth 70% e rreshjeve vjetore bien në periudhën tetor-mars, ndërsa muaji nëntor shënon nivelin maksimal të shirave, duke rritur ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve në zonat urbane dhe fushore. Sasia mesatare e rreshjeve vjetore në Shqipëri është rreth 1485 mm në vit, me variacione nga rreth 1000 mm në vit në zonat e ulta, ku bën pjesë edhe Tirana, deri në 3000 mm në vit në zonat malore. Këto rreshje intensive të kombinuara me urbanizimin e shpejtë bëjnë kryeqytetin dhe rrethinat e tij veçanërisht të ndjeshme ndaj grumbullimit të ujrave. Raporti i KLSH thekson se largimi i ujrave të përmbytjes është progresuar ndjeshëm për shkak të mbushjes së kanaleve kulluese dhe uljes së kapacitetit largues të hidrovorëve. Më shumë zona, infrastruktura ekzistuese nuk arrin të përballojë flukset e ujit gjatë rreshjeve intensive, duke shkaktuar përmbytje të përsëritura. Një tjetër faktor shqetësues mbetet ndikimi i ndërtimeve pa leje. Sipas vlerësimeve zyrtare, janë rreth 3285 ndërtime pa leje të vendosura në infrastrukturën ujitse, kulluese dhe të mbrojtjes nga përmbytjet. Këto ndërhyrje dëmtojnë drejt për drejt funksionimin e veprave mbrojtëse dhe pengojnë qarkullimin normal të ujrave, duke rritur rrezikun për përmbytje, veçanërisht në zonat e urbanizuara. Aktualisht rreth 130.000 hektar në Shqipëri janë të pajisur me infrastrukturë mbrojtëse nga përmbytjet e lumeve dhe detit, por KLSH vëren se një pjesë e konsiderueshme këtyre veprave janë jashtë funksionit ose vetëm gjysmë funksionale. Urbanizimi pa kontrolluar dhe degradimi natyror i veprave mbrojtëse kanë ndikuar negativisht në eficiencën e tyre, në një kohë kur përmbytjet po bëhen më të shpeshta dhe më të ashpra. Raporti nënvizon gjithashtu se përmbytjet në dimër dhe thatësirat në verë janë bërë më të pranishme gjatë 2 dekadave të fundit, një prirje që pritet të progresohet si pasojë ndryshimeve klimatike dhe shtimit të fenomeneve ekstreme të motit.